Gushti në Vlorë nuk sjell vetëm vap, turistë dhe trafik, por me sa duket sjell edhe një zell të papritur e të pashpjegueshëm të administratës lokale për demokraci të drejtë për drejtë. Në kulmin e sezonit, Bashkia e Vlorës mendoi se ishte momenti ideal për të thirrur qytetarët në një dëgjes publike për reformën e re administrativo-territoriale. Një poster u shpërnda me urgjencë. E njëjtë 20 gusht ora 18. Tema: Bashkimi i Vlorës me Selenicën. Por ashtu siç u thirr, ashtu edhe u anulua. Bruna Mersini dhe aparati i bashkisë dolën zbuluar në një lëvizje që ngre më shumë pikë pyetje se sa jep përgjigje. Po cili ishte qëllimi i këtij konsultimi të dështuar? Së pari, Komisioni i Posaçëm Parlamentar i ngarkuar për reformën territoriale i ka mbyllur hesapet me Vlorën që më 5 maj 2026, kur zhvilloi dëgjesën e tij rajonale diagnostikuese pikërisht në këtë qytet. Së dyti, projekt ligji tashmë ka dalë, është shpërndar dhe thekson qartë se Vlora gëlltiti Selenicën duke u bërë bashkia ankoruese. Për më tepër, Vlora është njësia përfituese absolute në këtë mes, pasi zgjeron juridiksionin mbi menaxhimin e luginës së Vjosës dhe të gjitha resurseve të saj. Atëherë, çfarë kuptimi praktik ka organizimi i një dëgjese publike sot? Çfarë do të diskutonin saktësisht me banorët? Dhe më e rëndësishmja, edhe sikur ky takim të mbahej, ku do t'i çonin dhe si do t'i reflektonin këto mendime qytetare, kur drafti është kopsitur nga ekspertët e kuvendit dhe pret vetëm kartonet në parlament? Shpjegimi vetëm logjik për këtë shfaqje absurde është shumë më i thjeshtë dhe tipik për realitetin ton administrativ. Kryeministri Edi Rama e kalon gushtin në Vlorë, dhe kur shefi i madh është në qytet, aparati lokal duhet diskutuar sikur punon. Është sindroma e famshme me u gjet kolla në punë, le të prodhojmë zhurmë, postera dhe takime boshe, thjesht për të dukur se lëvizim dhe nuk pushojmë. Nga ana tjetër, mbase ishte edhe një përpjekje e dëshpëruar për të dhënë një sinjal anti-mitingu, ndërkohë që bashkitë e vogla dhe të rrezikuara nga shkrirja po bëjnë rezistencë reale dhe po kundërshtojnë ashpër. Vlora si bashki përfituese deshi të bënte një dëgjes fasad, për t'i treguar qendrës se sa të lumtur janë vlonjatët dhe banorët e lumit të Vjosës me zgjerimin. Por edhe nëse ky ishte plani, ekzekutimi ishte i vogël, qesharak dhe thellësisht i papërshtatshëm. Një dëgjes e shpikur nga hiçi dhe anuluar në heshtje tregon vetëm një gjë: kur mungon transparenca dhe baza ligjore, edhe kolla me patjetër do të dalë blof.